Sot në Departamentin e Shtetit po mbahet seanca e parë e dialogut strategjik midis Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilin e hapi sekretari i Shtetit Marco Rubio. Ai më parë theksoi se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuar për marrëdhënie të dobishme reciprokisht me Serbinë në interes të qytetarëve të dy vendeve. Në takim midis zëvendësekretarit të Shtetit Kristofer Landau dhe ministrit të punëve të jashtme të Serbisë Marko Đurić është planifikuar në margjinat pas seancës sot. Dialogu strategjik i iniciuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Serbia pasqyron një epokë të re të marrëdhënie dhe një angazhim për thellimin e partneritetit, njoftoi Departamenti i Shtetit për Kosovo online. Shtetet e Bashkuara po presin që të krijohen kushtet për fillimin e një dialogu strategjik me Kosovën, ndër të cilat është përmbushja detyrimeve të Prishtinës ndaj serbëve të Kosovë, njoftoi Departamenti i Shtetit. Në një përgjigje për Radio Europën e Lirë, zëdhënësi kujtoi se dialogu me Kosovën u pëzëllua në shtator të vitit e kaluar për një periudhë të pacaktuar për shkak të shqetësimeve në lidhje me veprimet e qeverisë së Kosovës. Departamenti i Shtetit nuk specifikoi një afat për vazhdimin e tij, as nuk specifikoi hapat që pret nga autoritetet e Kosovës. Eparkia Rashko-Prizrenit vuri në dukje pozicionin gjithnjë më të vështirë të popullit serb dhe të kishës ortodokse serbe në Kosovë, i cili sipas saj përkeqësohet nga qëndrimi i institucioneve të Kosovës në veçanti ajo e paralajmëron për shkeljen e drejtave nga policia e Kosovës dhe vlerëson se një reagim ndërkombëtar mund të ketë një zhdukje të plotë të popullit serb nga ajo zonë. Eparkia deklaroi se policia e Kosovës nuk është më një urë besimi, por një mjet presioni, kontrolli selektiv dhe friksimi, gjë që shton ajo u demonstruar gjatë festimit të Vidovdanit në Gazimestan me 28 qershor. Historiani Aleksandar Guxhić vlerësoi se eparkia me atë njoftim theksoi atë që siç thot ai ka qenë e dukshme në terren për vite me radhë, se policia e Kosovës ka marrë përsipër pushtetin ekzekutiv dhe se institucionet nuk tregojnë as dëshirën më të vogël për të përmirësuar jetën e serbëve. Kështu policia vendos nëse është e lidhshme të shfaqen simbolet kombëtare, nëse është e lidhshme të pikturohet një mural i patriarkut Pavëll në qendrët e Mitrovicës, apo të hiqet ose instalohet tabela "Unë e dua Mitrovicën", tha Guxhić. Presidentja në detyrë e Kosovës Albolena Haxhiu deklaroi se seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës do të mbahet në fillim të gushtit, duke kujtuar se afati kushtetues për mbajtjen e saj në 7 gushti dhe se u la kohë të mjaftueshëm partive politike për të gjetur një zgjidhje. Kështu me njëherë pas konstituimit të parlamentit, presidenti mund të zgjidhet pa pasur nevojë të presim 60 ditë ose të futemi në një situatë ku presidenti nuk zgjidhet dhe të shkojmë përsëri në zgjedhje të jashtëzakonshme, tha Haxhiu. Drejtori i Qendrës për përfaqësimin e kulturës demokratike Dušan Radaković thotë se pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve duhet të konstituohet kuvendi, të zgjidhet presidenti i Kosovës dhe vetëm atëherë duhet të formohet qeveria. Ai tha për Kosovo Online se çështja e zgjedhjes së presidentit e solli Kosovën në zgjedhje dhe se ajo duhet të zgjidhet menjëherë pas formimit të kuvendit të Kosovës. Politikologu Ognjen Gogić vlerësoi se dilemat në formimin e institucioneve nuk lindën për shkak të paqartësive në kushtetutën e Kosovës, por për shkak të krizave kushtetuese dhe ligjore të shkaktuara nga partitë politike, duke paralajmëruar se bllokimet e reja janë të mundshme. Profesori Kol Krasniqi theksoi se gjykata kushtetuese sqaroi sumicën e procedurave që lidhen me formimin e parlamentit të Kosovës, qeverisë dhe zgjedhjen e presidentit, por se pasiguria ligjore duhet të dallohet nga mungesa e vullnetit politik. Krasniqi tha për Kosovo Online se megjithse dilemat ligjore janë sqaruar, rreziku një bllokimi mbetet sepse gjykata kushtetuese nuk mund t'i detyrojë palët të bëjnë kompromis. Sipas tij, së pari duhet të konstituohet kuvendi i Kosovës, gjë që do të hapte rrugë për formimin e qeverisë dhe zgjedhjen e presidentit, dhe në rrethonat aktuale çështja e presidentit duhet të jetë përparësi.
Moti nesër do të jetë kryesisht me diell dhe i ngrohtë gjatë pjesës më të madhe të ditës me vranësira lokale dhe një dukuri e rrallë e shi ose reshje afatshkurt me bubullima. Në Serbi 7 ditët e ardhshëm do të jetë me vranësira dhe i ndryshueshëm dhe jo stabil me periudha alternative me diell dhe reshje afatshkurtëra. Temperatura më e ulët nesër do të sillet nga 16 deri në 25, kurse ajo më e larta ditore nga 33 deri në 37 gradë Celsius.